Salam aleikum, thot hoxh, kurban jetë për kurban. A është obligim 10 ditë mos mi prej flokët e thojtë? Wa aleikum salam. I zoti i shtëpisë i cili ka bën jetë me thirr kurban për veten dhe familjen e tij, kemi thonë, duhet komplet me bën jetë inshallah taala për familje. Është sunet, jo obligim, është sunet që ai zoti i shtëpisë, edhe nëse nuk e therr vet ai me durët e veta kurbanin, por bashkisë islame ose ndonjë shoqate ose ai pronari i deleve i therr vetë dhe ja bën mishin, s'ka lidhje kush e bën therrjen direkte. Ky i zoti i shtëpisë që ka me pagu kurbanin, është mirë mos mi qeth flokët, mos mi prej thojt, edhe mos me i rru vendet e caktuara të trupit deri të therret kurbani. Prej kur fillon kjo kohë? 10 apo 9 ditë para ditës e kurban bajramit, që i bie jo 10 ditë si që ke thonë ti, por i bie 9 ditë, sepse dita 10 është dita kurban bajramit ku therret kurbani. Pra themi 9 ditë për para, ai është sunet, jo obligim. Edhe nëse nuk e bën këtë gjë që po flasim na, ati kurbani bëhet kabull me izin të Allahut, por e kalon mangun një sunet. Pra në dita 10, nëse ti nuk e din sigurt Bashkia Islame, për shembull, ai ka prej në sabah apo masdite ditën e parë, atër është mirë dhe ditën e bajramit, deri mbrëmje, mos me i prej flokët e thojt e kështu me radhë, sepse ndoshta do ma sigurt me qenë për therrjen e kurbanit.